Tani shkojmë Ermal Rizajn tek shkolla 1 Maj në Tiranë, ku vijon numrimi atje. Ermal, përshëndetje. Përshëndetje, ndodhemi në KZAZ numër 32 në Tiranë, ku nga 30 qendra votimi, ndjes nga 55 qendra votimi janë numëror deri më tani 30 qendra votimi, ku Paketi Demokratike dhe Koalicioni Alianca për Shqipëri Madhështore ka marrë 3.185 vota, Partija Socialiste ka marrë 4.952 vota, ndërsa votat e tjera janë ndarë në 9 subjektet e tjera të cilat garojnë në këto zgjedhje parlamentare. Unë këtu ndodhem me një nga kandidatët e Partisë Demokratike, Besak Xhaferin, i cili ka qenë deleguar për gjatë fushatës në njësi numër 1 në Tiranë dhe ka ndjekur nga afër procesin e numërimit. Zotë Xhaferi, faleminderit për intervistën. Së pari dua një koment nga ana juaj se takon raportit të publikuar ditën e sotme nga OSBE-u direkt para raportit paraprak. Mendoj se është raporti më i zi që ka pasur ndonjëherë zgjedhjet në Shqipëri, për arsyen shumë thjesht që vërtetohet që banda më e madhe elektorale sot nuk janë më vetëm bandat kriminale, siç mund t'i quajmë, por është banda pikërisht e administratës publike, ku vetë administrata publike është bërë njësh me procesin zgjedhor akoma dhe më shumë, është shkrirë në një dhe ka përdorur një makinacion, një vjedhje inxhinierike kuti për kuti për të realizuar normalisht dhe kthimin e vullnetit të lirë të vetë popullit opozitar që e kërkonte ndryshimin. Mendoj se OSBE-u diri nuk e kanë detyrën të njohin apo mos njohin zgjedhjet, por kanë detyrën të skanojnë zgjedhjet dhe skaneri i tyre flet më së qarti për atë që duhet të njohë zgjedhjet, që është faktori ndërkombëtar dhe vullneti i tyre politik për ta lënë Shqipërinë në një autokraci apo për ta bërë Shqipërinë me të vërtet një vend kandidat për Bashkimin Evropian. Se dhe kësaj çështje, përfaqësuesi i OSBE-s, prandjes vëzhguesi i OSBE-s ka thënë se Shqipëria nuk mund të vënë në Bashkimin Evropian kështu siç është sot. Çi shikoni këtë deklaratë të bërë ditën e sotme dhe a përputhen gjetjet tuaja gjatë procesit të votimit, fushatës me ato se çfarë ka publikuar sot OSBE-u direkt? Patjetër, ajo nuk mund të ekzistojë një vend që synon të bëhet pjesë e familjes madhe evropiane, ajo Shqipëria 2030-s, ku vullneti i qytetarëve intimidohet, shantazhohet dhe blihet në format nga më të ndryshme, pikërisht nga ajo administratë që merr taksat tona për na shërbyer neve, po në fakt e vetmja gjë që përdoret për të shërbyer gjatë 4 viteve është për të shërbyer partisë shtet. Por nga një anë do edhe eksperimenti i votës diaspor me post, sado që rezultati mund të jetë i hidhur për demokracinë, mund të jetë edhe i dobishëm për të parë se çfarë ndodh kur patronazhimi bëhet edhe i pa vëzhguar, sepse normalisht është bërë në mënyrë të madhe dhe me shumë lehtësi dhe pa vëzhguesa dhe pa qendra votimi. Shohim që ndryshon jashtë mase dhe me rezultatin e patronazhimit me vëzhgues të ditës së votimit. Ka një deklaratë tjetër, policia dhe krimi në siguron për blerje votash. Në ato zona që ju keni mbuluar gjatë fushatës elektorale, keni patur këtë fenomeni përballur me fenomenin që policia dhe krimi kanë qenë në sinkron për tetërsimin e vullnetit të qytetarëve në Tiranë, në zona që keni mbuluar? Pari që ka bërë është ministri i Brendshëm, që e kam pikërisht në këtë sallë, i cili për 3 muaj ka harruar sigurinë dhe rendin në këtë vend, dhe kemi parë kasapanën që po bëhet anën mban Shqipërisë, me vrasje, me ekzekutime, por edhe me vrasje dhe plagosje të njerëzve të pafajshëm. Dhe patjetër që ambicia e tij dhe egoja e tij e madhe politike për të marrë vota personale ka bërë që të përdori të gjithë policinë e shtetit dhe të gjithë administratën e shtetit në çfarëdo lloj forme për të realizuar ato vota. Pra, këtë e kam dëshmuar në zonën e Degës 1, ku dhe unë vetë kam qenë drejtues politik. Por megjithatë, edhe në Degën 1 kemi një ngushtim të rezultatit të theksuar nga viti 2021, dhe po ashtu dhe në 3 degët e tjera ku jam drejtues, si Dega 4, Dega 8 dhe Dega 14, kemi një ngushtim rezultatit të theksuar. Se do bëjë një analizë elektorale pa çka kushteve se ku është ndodhur dhe vetë Tirana urbane, shikojmë një bojkot të Partisë Socialiste, një rënje të votave të konsiderueshme të Partisë Socialiste dhe të bashkinë konkrete Tirane e shpëton vetëm kurora e Gjelbërt
e Tiranës që ka më shumë vota socialiste se sa pemë të pyllit orbital. Edhe një pyetje të fundit, gjatë procesit të votimit ka patur incidente të cilat janë denoncuar, po në procesin e numërimit të nisur në orët e para të mëngjesit të sotëm ka patur procese në këtë KZZ? Ka patur probleme me procesin? Po, ka patur para një ore një përplasje mes vëzhguesve të Partisë Social-Demokrate me vëzhguesve të Partisë Socialiste, dhe kjo përplasje vjen për më shumë se 2 muaj gjatë fushatës dhe të vetë trupës së tyre elektorale, sepse kanë targetuar të njëjtin lloj votuesi që pikërisht ai votues që mund të blesh në një mënyrë inxhinierike kuti për kuti. Mund kemi një përplasje midis ministrit të Brendshëm dhe zotit Tom Doshi, duke qenë se kjo është një nga zonat e ministrit të Brendshëm, por edhe bastion për që e partisë e PSD-s, ku ka edhe një numër të lartë të përfaqësuesve të tyre në KZZ. Po, është 100% e qartë që ajo lloj përplasje ka qenë, dhe nuk ka qenë për vot filozofike të programit të tyre qeverisës, por ka qenë një përplasje, le të themi, oferte dhe më shumë pse ndërhyrje në territorit e të gjithë secilit. Faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit dhe Besar Xhaferit. Atje nuk e di nëse ka, pyetja e vetme që kam është sa pritet vazhdoj numërimi atje. Do të ketë ndërprerje apo do vazhdoj?